Horoskopi ditor e martë 30 dhjetor 2025. Dashi. Planetët do të jenë të pozicionuar keq në qiellin tuaj të dashurisë. Do të debatoni për gjithçka me partnerin dhe nuk do të hapni rrugë për asgjë. Beqarët do të kenë vetëse mundësi për aventura kalimtare, asgjë më tepër se sa kaq. Në planin financiar duhet ta shtrëngoni shumë ripin nëse nuk doni të keni probleme. Demi. Një ditë mjaft pozitive dhe me diell do të jetë kjo ditë për të dashuruarit. Do të ikni poshtë çdo tabu dhe do të rregulloni të gjitha problemet që keni pasur me të. Beqarët falëndimës yjeve do të takojnë një person me të cilin mund të fillojnë një histori dashurie. Në planin financiar do të keni mundësi të stabilizoni situatën. Binjakët, mjedisi yjor do e favorizoj pafund jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Do i shihni gjërat me më shumë pozitivizëm dhe do të toleroni më tepër. Edhe beqarët do të kenë një ditë euforike dhe mjaft të këndshme. Personat që do të takojnë do t'u ashtojnë dëshirën për të jetuar. Në planin financiar ka rrezik të përballeni me surpriza të këqija. Bëni kujdes. Gaforia. Mundohuni të mos e gjykoni ashpër partnerin sot, ashtu si keni bërë kohët e fundit, sepse gjendja e tij shpirtërore nuk do të jetë shumë e mirë. Beqarët do të kenë disa takime interesante të cilat me kalimin e kohës mund të shndrohen në diçka më tepër. Në planin financiar situata do të përmirësohet. Luani. Prezenca e yjer do të jetë shumë pozitive gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Do të keni një komunikim më të mirë me partnerin dhe do zgjidhni të gjitha mosmarrëveshjet që keni pasur. Beqarët do të kenë një ditë mrekullueshme dhe të mbushur me takime. Në planin financiar nuk mund të përmirësoni situatën pa shlyer borxhet. Virgjëresha. Do të jeni mjaft tolerant dhe të kuptueshëm me partnerin tuaj sot. Lidhja do të ecë më së miri, madje dhe mund të merrni dhe disa vendime me rëndësi për të ardhmen. Beqarët do të kenë flirte pafund, por asgjë më tepër se kaq nuk do të sjellë kjo ditë. Financat fatmirësisht nuk do të jenë as pak problematike. Peshorja. Ditë mjaft premtuese do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do të provoni kënaqësi të reja pranë atij që dashuroni dhe do të dëshironi të qëndroni gjithkohës me të. Beqarëve nuk do t'ju pëlqejnë as pak angazhimet serioze, edhe pse mundësitë do të jenë të shumta. Financa do të kenë disa tronditje të vogla. Akrepi. Rutina do e pushtoj jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Her pas here do të mërziteni dhe do të kërkoni me ngulm ndryshime rrënjësore. Flisni me atë që keni në krah. Beqarët do të fillojnë të pëlqejnë mjaft një person i cili në dukje nuk ka asnjë vlerë. Në planin financiar do të keni shumë vështirësi, kështu që duhet të tregoni kujdes. Shigjetari. Nëse keni kohë që jeni në një lidhje, sot pritet të merrni vendime mjaft të rëndësishme për të ardhmen. Të dy do të jeni në një mendje për gjithçka. Beqarët duhet të përfitojnë sa të mundin nga ftesat që do t'ju bëhen, sepse të tilla rrallë vinë në jetë. Në planin financiar duhet të tregoni shumë të matur me shpenzimet. Britsjapi. Ka shumë mundësi që sot të keni debate të forta me partnerin tuaj, por në mbrëmje pasioni do të jetë dhe më i zjarrt se çka qenë kohët e fundit. Emocionet do të jenë të forta, si ato pozitive dhe negativet. Beqarët më mirë të mos hedhin hapa të nxituara sepse nuk është koha për lidhje. Në planin financiar do e keni të vështirë të gjeni ekuilibrin. Ujori. Jeta në çift do të përballet me disa probleme të vogla gjatë kësaj dite. Do të diskutoni gjatë me partnerin dhe deri në mbrëmje nuk do të keni ndonjë zgjidhje. Bëni kujdes. Beqarët do të ndjehen mjaft mirë dhe ashtu siç janë dhe nuk do e ndjejnë nevojën për të krijuar një lidhje. Në planin financiar do të bëni çfarë të mundeni që të mbroni interesat tuaja. Peshqit. Asnjë planet nuk do influencojë negativisht jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite, edhe gjithçka do të ecë më së miri. Disa do të kenë dhe ndonjë mbrëmje romantike. Nëse jeni beqar, ka ardhur koha që gjërat të ndryshojnë. Ekuilibri do të mbizotrojë në planin financiar dhe nuk do të keni për çfarë të shqetësoheni.